Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se pas takimit me kryeministrin e Indisë Narendra Modi se India do të vazhdoj politikën e saj aktuale të mosnjohjes së Kosovës. Kryeministri Modi tha se është çështje respekti, mirëkuptimi dhe ndjeshmërie ndërsjellë për njëri tjetrin dhe se kjo është e vërtet një politikë e tillë do të vazhdoj, u tha Vučić gazetarëve në New Delhi duke u përgjigjur pyetjes nëse çështja e Kosovës dhe qëndrimi parajmor i Indisë për këtë çështje është ndër temat. Miloš Pavković nga Qendra për Politika Europiane në Beograd thotë se nuk e përjashton mundësinë që kryenegociatori i ri i Prishtinës në dialog me Beogradin të mos jetë antar i qeverisë, por që kjo pozitë të reduktohet në një nivel teknik. Edhe kur zëvendës kryeministri Besnik Beslimi ishte negociatori kryesor, dialogu nuk ishte prioritet dhe në këtë mënyrë rëndësia e dialogut për qeverinë e Kosovës do të ulej më tej, megjithatë mund të jetë një mundësi për një person të ri dhe një qasje e re, tha Pavković për Kosova Online. Gjyqi ndaj 3 serbëve për Banskën vazhdoi në Prishtinë dhe sot dëshmoi Goran Tasevski nga Maqedonia e Veriut, i cili tha se a ditë ai dhe familja e tij ishin në vizitë turistike në Banskë dhe se pan burra të armatosur me uniformë, njëri prej të cilëve po komunikonte në serbisht. Procedurat gjyqësore po zhvillohen kundër 3 serbëve, Dušan Maksimović, Vladimir Tolić dhe Blagoje Spasojević, të cilët akuzohen për sulm ndaj rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës dhe terrorizëm. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagu paraqiten argumentet përfundimtare në çështjen kundër Hashim Thaqit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe Kadri Veselit, të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. U dëgjuan fjalët përfundimtare të përfaqësuesve të viktimave dhe përgjigjet e mbrojtjes dhe në fund fjalët përfundimtare të 4 të akuzuarve. Mbrojtja kërkoi që ata të lirohen nga akuzat, ndërsa prokuroria kërkoi që të 4 të shpallen fajtor dhe të dënohen me nga 45 vjet burg secili. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Leo Konjufca tha në Hag se gjykata speciale po përpiqet të shtrëmbrojë historinë e luftës së drejtë të UÇK-s, se UÇK-ja nuk ishte një ndërmarrje kriminale dhe se vërteta do të dalë në dritë në gjykatën e Hagës. Jam këtu për të konfirmuar edhe një herë se lufta jonë, lufta e popullit tonë ishte një luftë e drejtë e pastër, ishte një luftë mbrojtëse. Qëllimi i kësaj lufte nuk ishte të sulmohej një kom tjetër, objektivi vetëm ishin pjesëtarët e UÇK-s që ishte kundër policisë dhe ushtrisë serbe, tha Konjufca. Në varrezat ortodokse serbe në fshatin Skulanov pranë Lipjanit Varri, të ndjerit kohën e fundit Ivica Tallić u përdhos përsëri gjatë natës, njoftoi zyra për Kosovë dhe Metohi. Personat e panjohur hynë në pronën e varrezave dhe morën flamurin serb nga Varri dhe një incident i ngjajshëm ndodhi 10 ditë më parë kur u hoq edhe trengjyrshja serbe dhe u dëmtua gardhi i oborrit të kishës. Siç u tha, autorët e atij incidenti nuk u identifikuan dhe as nuk u ndoqën penalisht, prandaj vandalizmi u përsërit. Kafeneja Vuk në shëtitoren e Mitrovicën e Veriut u mbyll sot nga inspektorati sanitar, siç deklaruan në lokal. Arsyeja mbylljes janë parregullsi në qeset e sheqerit që shërbehet me kafen. Ato nuk ishin datën e skadimit dhe emri i një kafeje tjetër ishte shtypur në to. Në derën e përparme të ndërtesës ka një njoftim se lokali është i mbyllur për 1 muaj. Rruga kryesore nga Mitrovica e Veriut për në Jarinje, veçanërisht pjesa drejt Zveçanit dhe Leposavicit, është në gjendje të keqe për vite me radhë, paralajmërojnë qytetarët dhe ekspertët. Shoferët thonë se nuk e mbajnë mend që kur rruga ka qenë kaq e lënë pas dore dhe gjithashtu ankohen për mungesën e sinjalistikës. Sipas bashkëbiseduesve të Kosova Online dhe qeverisja lokale, nuk ka informacion se kush e fitoi tenderin për punimet e rehabilitimit dhe mund t'i drejtohen vetëm Ministrisë së Infrastrukturës.
Moti nesër do të jetë pjesërisht me vranësira gjatë ditës dhe shumë i ngrohtë me periudha me diell dhe erë lehtë juglindore, me shi në mbrëmje dhe natën në pjesën perëndimore të Serbisë. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga -5 deri në 2, kurse ajo maksimale ditore nga 11 deri në 17 gradë Celsius.